fush, në stadium po, në shkallë të stadium të jenë, aty dhe të shajnë, të therasin, se në ka lezet futbolli ashtu. Po të hysh brenda në fush, të cënosh jetën e futbolistëve, apo dhe të gjyqtarëve, edhe të krijosh një imazh të tillë si e dje, kjo rrallë ndodh në për. Megjithatë masat mund të merren sepse gjithmonë federata ka pasur dënime kolektive shumë të kritikuara. Mund dënohen persona të cilët janë përgjegjës. Në çdo stadium të Shqipërisë ka kamera, mund të identifikohen fare lehtë dhe mos lejohet hyrja, të dënohen edhe me gjob, edhe me burg siç është. Këtu e kam të gjitha ato që duhet të theksoj që ndoshta ne jemi të papërgatitur, i kemi harruar domethënë që kur ka tifozë në stadium duhet merren masa domethënë, dhe ndoshta ka masat që merren tash që nuk merren nga policia, po merren nga forcat e sigurisë, po privat, policia private. Forcat e sigurisë janë private, ndoshta domethënë prej kaq kohësh janë ato që e menaxhojnë këtë gjë dhe ndoshta nuk kanë pasur ndonjëherë raste të tilla që të arrijnë të përballen domethënë në situata si kjo e fundit në Elbasan. Megjithatë dhuna ka qenë kryefjalë në fakt, jo vetëm tek Elbasani dhe tek Mosha, derbi i të rinjve, 18 vjeçarëve ndërmjet Tiranës dhe Partizanit, zhvilluar tek Arena e Demave, lojtar, trajner, stafe, prindër që futen në fushë, zihen me grushta, me shkelma, u kthye një arenë boksi e turshme dhe ne e njektojmë që tek Moshat. Ky është problemi më i madh. Janë klubet, janë trajnerët, të cilët janë edhe edukatorë në radhë parë. Çfarë masash duhet marrin për këto? Ata janë 18 vjeçar. Shiko, masat më të mëdha për këto mosha, për mua, u takon domethënë jo forcave të rendit, në mënyrë absolute jo. Të shikosh forca rendi në një ndeshje fëmijësh, 18 vjeçar apo 17 vjeçar është e tmerrshme, po për këtë duhet bërë përgjegjës klubet, stafet e tyre dhe prindërit. Unë i kam ndjekur moshat, këto kohët e fundit, disa herë, edhe 16 vjeçarë, dhe 18 vjeçarë, dhe 19 vjeçarët, dhe të drejtën më ka bërë përshtypje një gjë. Në disa ndeshje kam parë tendenca tolerimesh. Po si mund t'i thuash një 16 vjeçarje dhe një 17 vjeçarje? Kjo është e vërtet, zoti Zhubani, dhe kjo më shqetëson më shumë. Si mund t'i mësosh me këtë frymë dhe të kërkosh të bëhen profesionist? Dhe të kërkosh domethënë që këta nesër të luajnë futboll. Unë njoh dikë që ka ardhur nga jashtë, edhe është një ekip këtu pranë, e nuk mund ta imagjinoj dot që ti thuhet atij që shiko kjo ndeshje do tolerohet, sepse ai më njëherë do pyesë, "Uaj, pse duhet ndodh kjo gjë, ne po luajmë futboll?" Dhe nuk e kuptojnë dot fare se si një ndeshje mund të tolerohet. Po këtu ke ne është bërë mod. Dhe duke filluar që nga këto mosha, pasandaj s'është e zorshme për të vazhduar domethënë edhe në këtë kategorinë tonë të famshme domethënë superiore që po i marrin leksionet që tek moshat dhe pastaj janë gati për shkuar te kategoria e mëdhenjve. Megjithatë diçka normale për të bërë. Presidentët, drejtuesit kryesorë të klubeve, çfarë përgjegjësie kanë? Pse i pranojnë këto fenomene se në fund është presidenti, se është ai që hedh paratë, është ai që menaxhon klubin, është ai që kërkon llogari tek drejtuesit, këshilltarët, drejtori sportiv, trajneri. Pse nuk ndodh kjo kërkesë llogarie? Sepse nëse bëhen të gjithë bashkë këta, nuk besoj që do të ndodhin këto fenomene të tilla. Shiko, presidentët, ata për mua domethënë që ata janë njerëzit domethënë më të mirë të futbollit, në kuptimin sepse ata investojnë për futbollin, nga xhepi i tyre, nga familja e tyre. Nuk kanë para të tjera ata nga FIFA, UEFA apo sponsorë të tjerë që vinë, po janë parat e biznesit të tyre, e familjes tyre. Jam dakord, janë parat e familjes tyre, por i menaxhojnë keq. Po. Për këtë gjë duhen falenderuar. Pasandaj, se çfarë pengesash kanë ata që bëhen, domethënë, palë me veprimet e tjera për të lënë një ndeshje apo për të toleruar një ndeshje tjetër, apo nuk e ditë se s'duhet i vë terma të tjera, kjo është një gjë që ata në mënyrë absolute nuk duhet ta bëjnë, sepse thash në një tjetër është mundi i tyre. Ka dhe faktor të tjerë. Se do vi një moment duke ndodhur gjithë këto fenomene, kam përshtypjen që do jenë në tribunë presidentët, drejtuesit edhe gazetarët që do e ndjekin, nëse do e ndjekin. Po kështu kanë qenë gati në shumicën e ndeshjeve. Për ashtu domethënë thash disa ndeshje të Elbasanit apo dhe kur ishte vllaznia mirë, pastaj në ndeshjet e tjera ne kemi parë Tiranën gjatë gjithë vitit që Tirana ka qenë domethënë simbol për tifoza domethënë në shkallët e stadiumit, me atë mbështetjen e pakursyer që i kanë dhënë skuadrës tyre, por Tirana gjatë gjithë kampionatit prej ashtu të 4-5 ndeshjeve të fundit e ka bojkotuar skuadrën e vet.
Nuk ka qenë domethënë në stadium për arsyet që dihen domethënë sepse edhe ata dyshonin dhe shikonin domethënë shumë gjëra që nuk shkonte ke ekipi i tyre. Apo marrim rastin e fundit Partizanin. Partizani është nga ekipet domethënë më popullore në Shqipëri, me tifoza në gati të gjithë Shqipërinë, edhe në Tiranë bashkë. E kur vjen puna, u bojkotuan në ndeshje me Dinamon. U bojkotua sa u mbyllën 2 tribuna, u bojkotua sa nuk ishte as ultra si guerilsa si quhen ata, nuk ishin në shkallët e stadiumit. Pse ndodhi kjo? Se nuk e duan Partizanin, ata e duan me gjithë zemër Partizanin. Por ata e bën këtë gjë për shkak të vendimeve të gabuara që mori klubi, sidomos në ato ndeshjet e fundit, se Partizani nuk ishte mirë dhe në ndeshjet e para. Po guerillat i kishte atje në stadium, pse? Se ata shikonin skuadrat domethënë përpiqje, por nuk dilte dot, kishte krizë rezultatesh. Po sandaj kur erdhi skuadra që u mori rezultate, ata u shtuan. Dhe derisa erdhën në fund fare që e braktisën. Dhe në derbin me Dinamo, ju e pat vet, ishin domethënë rreth 50 veta, bashkë me Dinamo, na 100 veta sa bëshin për të parë një ndeshje të tillë. Atëherë, presidenti duhet të mbajë përgjegjësi, unë them se duhet të mbajë përgjegjësi për këtë. Sepse ata nuk protestojnë kot, ata nuk bojkotojnë kot, ata e kanë arsyen që bojkotojnë. Do të thuash, është e vërtet kjo arsye, unë duhet mos jetë e vërtet. Po përderisa ata e kanë në mendjen e tyre që kjo është një arsye, do të thotë domethënë që këtu brenda ka të vërtet. Se shiko rezultatet e fundit. Shiko rezultatet e fundit. Marrim rastin e Vora Ballshi. Mos harroni që në fazën e dytë një portier i huaj i Ballshit praktikisht ekipin e Ballshit do largua në vendin e tij për shkak të një tolerimi që u kërkua për të lënë ndeshjen në stadiumin Selman Selmani, nëse e mbani mend. Dhe njëjta gjë ndodh tash dhe gazetarët vën dhe i kërkojnë intervistë Josës. Mua më dhim Smireli. Është shpejt ta gazetarë që i kërkojnë intervistë. Çfarë duhet të thotë ai? Si duhet shprehej ai? Pa më thoni. E kuptoni çfarë pozite është një trajner domethënë, i cili domethënë ka udhëhequr gjithë kampionatin një skuadër, ka bërë dhe lojra të bukura. Lojra vërtet bukura ka bërë trajneri Josa me Bylisin. Dhe kur vjen puna, do t'i kenë kërkuar të dorëzohet.